Në mëngjesin e një të martë të ftohtë, në lagjen Nea Ionia në periferi të Afinës, qielli ishte i zbrazët dhe gri, sikur mbante pezull një lajm të rënd. Në katin e tretë të një ndërtese të vjetër, familja shqiptare Dervishi, e ardhur në Greqi prej më shumë se 2 dekadash, po përgatitej për ditën më të zymt që kishin kaluar ndonjëherë. Halla Liriana, motra e të atit, grua së butë që rinte gjithmonë e qetë dhe ndihmonte këdo pa fjalë, kishte ndërruar jetë në mënyrë të befë një natë më parë. Lajmi i kishte përfshirë të gjithë në një tronditje të heshtur. Shkaku i vdekjes nuk ishte plotësisht i qartë. Mjekët grek kishin folur për një arrest kardiak të papritur, ndërsa fshinjët flisnin në për lodhjen e tepërt, streset e emigracionit dhe vitet të tëra punë nëpër shtëpitë të huajve. Ajo jetonte vetëm, megjithse nuk ishte shkputur kurrë nga familja. Çuditërisht, ditët e fundit, ajo kishte qenë më e heshtur se zakonisht, sikur ruante brenda vetes një të fshehtë që nuk guxonte t'ia tregonte askujt. Në mëngjes, kur u hap dera e dhomës ku ajo jetonte me Qira, u gjetë shtrirë në shtrat, me duart të mbledhura mbi bark, sikur kishte pritur dik deri në sekondën e fundit. Nuk kishte shenja dhune, as rrëmuje. Vetëm një fletë e palosur brenda një sirtari, ku kishte shkruar pa emra dhe pa data, disa gjëra nuk i kam thënë dot. Nëse dikush vjen pas meje, dijeni se e kam pritur. Asnjëri nuk e kuptoi kuptimin e kësaj fjale të shkurtër. E lan mënjan, duke menduar se halla ishte bërë emocionalisht e ngarkuar. Por ndërsa qerët që i merrnin trupin drejt morgut kaluan në rrugisën e ngushtë, familja ende nuk e dinte se çfarë kishte nisur në të vërtetë. Funerali u vendos të mbahej në një kishë të vogël ortodokse, të ndërtuar me gur të vjetër në një lagje të largët të Afinës, ku shqiptarët shpesh kryenin ceremonitë mortore. Kisha Agios Nikolaos kishte mure gri, 2 erdhuri të rënd dhe një obor që dukej si vend ku kohët e vjetra nuk kishin ikur kurrë. Familja Dervishi u mblodhe gjitha Ardiani, i biri i Hallës, Erisa motra e tij, Mërgimi, nipi që kishte trajtuar Hallën si nën, dhe të afërm të tjerë që jetonin nëpër lagje të ndryshme të Afinës, Pireut e në disa ishuj ku punonin sezonalisht. Të gjithë mbanin veshë të zeza dhe ecnin me hapa të heshtur, sikur çdo hap ishte një gur mbi zemër. Trupi i Lirianës u soll në arkivol të thjesht, siç ajo do ta kishte dashur. Ajo nuk kishte qejf luksin, as fjalët e tepërta. Ishte prej atyre grave që mendonin se largësia nga Shqipëria ishte një lloj prove, dhe se vetëm punët e mira linin gjurmë të vërteta. Teksa arkivoli u vendos në mes të kishës, njerëzit filluan të hyjnë njëri pas tjetrit. Disa ishin fshini nga lagja e saj e vjetër, disa ishin punëdhënës grek që ajo i kishte shërbyer për vite pa pushim, e disa të tjerë ishin thjesht emigrantë që e njihnin fare pak, por e respektonin. Dhe pastaj ndodhi diçka që askush nuk e priste. Nga porta kryesore hyri një burr i panjohur, i gjatë, i veshur thjesht, me një pallto të vjetër ngjyrë ulliri dhe fytyrë të zbehur, sikur kishte udhëtuar gjithë natën. Askush nuk e njihte. Sytë e tij kërkuan arkivolin dhe menjëherë u mbushën me lot të papërmbajtshëm. Eci drejt dhe ndaloi para familjarëve. Me një zë të ngjyrur, pa patetik, pa teatrale, tha fjalin që ngriti gjithçka përpjet. Kam ardhur për arsye që ajo s'mundi t'i tregoje. Nuanca e mënyrës si e tha, ngarkesa e dhimbshme, prania e tij e çuditshme, gjithçka krijoi një tronditje të menjëhershme në kishë. Njerëzit shikuan njëri tjetrin të hutuar. Disa u shtangën, të tjerë u bën kurreshtarë. Ardiani ngriti kokën i habitur. Asnjëherë në jetën e tij nuk kishte dëgjuar që Halla të kishte lidhje me dikë të tillë. Burri nuk e pyeti askush në ato momente. Ndoshta nga respekti, ndoshta nga hutimi. Por prezenca e tij nisi të rëndonte në ajër, sikur kishte sjell me vete një pjesë të errët së kaluarës së Lirianës. Pas ceremonisë fetare, kur arkivoli u nxorr drejt varrezave të Marosit, njerëzit nisën të përflasin në zë. Kush ishte ky burr? Nga erdhi? Pse Halla e tyre, një grua që gjithë jetën ja kishte kushtuar familjes e punëve të palodhshme, do të fshite diçka të tillë? Ndërsa arka ul në tokë, burri i panjohur qëndroi mënjan, pa u afruar as shumë as pak. Nuk foli më. Vetëm vështronte tokën sikur aty zhytur fshehtësia që e kishte sjell deri këtu. Ishte i palëvizshëm, i zhytur në një pikëllim të ngurtë. Pas varrimit, sipas traditës, familja u kthye në shtëpi për të pritur njerëzit. Megjithatë, ajo që po i mundonte nuk ishin vizitorët, por fjalët që ai burrë kishte thënë. Çdo njeri e mbante mend timbrin e zërit të tij, si të ishte gëdhendur në tru. Disa orë më vonë, kur shumica e njerëzve u larguan, burri i panjohur u shfaq sërish. Ishte më i qetë, por syti kishte të skuqur nga lotët. Ai kërkoi të hynte brenda vetëm për pak minuta. Dhe atëherë diçka e rrallë ndodhi, ndonse njerëzit e familjes nuk e njihnin as pak, ndjen një lloj detyrimi moral ta linin të hynte. Kishte diçka në qëndrimin e tij, një lloj dhimbjeje që nuk ishte e rastësishme. U ul në një karrige pranë murit, pa prekur asgjë. Ndërsa familja shikonte me kurreshtje të përzierë me frikë të butë, ai ngjori një zarf të zverdhur.
Në kapakun e zarfit ishte shkrimi i hallës Liriana. Dora e risës nisi të dridhej. Zarfi ishte i vjetër, si mbajtur për vite të tëra. Burri e vështroi gjatë, sikur edhe ai të kishte frikë ta hapte. Ai filloi të fliste ngadalë, pa i shikuar në sy. Unë nuk vi nga asnjë prej vendeve që mendoni ju. Dhe nuk jam mishërim i ndonjë historie romantike. Jam thjesht njeriu që Liriana e ruajti gjithë jetën në distancë për shkak të gabimeve të mia. Ajo nuk pati guximin të ju a tregonte të vërtetën. Mbase nuk pati as koha. Në atë moment, dhoma u mbush me heshtje. Ai uli kokën dhe shtoi. Unë jam arsyeja pse ajo ikti nga Shqipëria. Arsyeja pse ajo nuk u kthye më kurrë. Arsyeja pse nuk e gjeni dot një njeri që ka folur për të. Dhe në atë çast, familja kuptoi se kjo nuk ishte një histori e thjeshtë migracioni. Aty fshiheshin plag, faj, dashuri të pathëna, dhe një e kaluar që kishte rënduar mbi halën e tyre për më shumë se 25 vjet, në pasditën e zymë të asaj dite të vështirë, nata duke sikur po zbriste më shpejt se zakonisht. Shielli u erësua në një nuancë të thellë vjollës, ndërsa era që vinte nga malet përreth Athinës sillte me vete pluhur e fletëza të thata. Shtëpia e familjes Dervishi, edhe pse mbushur me të afërm, kishte një atmosferë të peshërënduese. Heshtja nuk ishte ajo e zakonshme mortore, por një heshtje që priste diçka tjetër, një zbulesë, një çarje të së panjohurës. Burri i panjohur, që kishte hyrë brenda me zarfin e vjetër, shndronte ende ulur. Shëndrimi i tij i ngurtë, si të zhytur diku larg dhe duar që i dridheshin lehtë, tregonin qartë se ajo që priste të thoshte nuk ishte lehtë. Asnjë prej tyre nuk guxoi të ndërhynte. Të gjithë prisnin, secili me pritshmëri të ndryshme, por me të njëjtin tension të brendshëm. Ai mori frym thellë, sikur të mundohej të thithë guxim nga ajri i rënd i dhomës. Kur nisi të fliste, zëri ju drodh lehtë, por fjalët dolen të qarta. Ai tregoi se në Shqipëri kishte qenë dikur i afërt me Lirianën, por jo në mënyrën që njerëzit mund të supozonin. Ai foli për vitet 90, për kaosin social, për kohën e tranzicionit, ku askush nuk ishte i sigurt për asgjë, ku të rinjt humbnin shpresat dhe të rriturit, përpiqeshin të mbjetonin mes rënimit dhe pasigurisë. Në atë periudhë, Liriana ishte vetëm një vajzë që punonte në një punishte të vogël rrobaçepsie, me një buzëqeshje të qetë, por me një përditshmëri të ashpër. Ajo kishte qenë një prej atyre grave që besonin te mirësia, pavarësisht zhgënjimeve. Burri tregoi se kishte hyrë në jetën e saj përmes së vëllait të tij, i cili punonte me të njëjtën rrobaçepsi. Në fillim, marrëdhënia nuk kishte qenë as shoqëri e mirëfillt dhe as diçka e veçantë. Por me kalimin e kohës, ai e kuptoi se Liriana ishte ndryshe nga të tjera. Ishte e bindur e fortë, por njëkohës ishte brish brenda shpirtit, sikur mbante një barë që nuk i përkiste. Ai rrefeu se si, pa dashur, ishte bërë pjesë e një ngjarjeje që kishte ndryshuar jetën e saj përgjithmonë. Ai foli për një natë dimri, për një incident që nuk e sqaroi plotësisht, por të cilit ju referua si gabimi i më i madh. Fjalët e tij ishin të përzgjedhura me kujdes, sikur çdo detaj i shtuar mund të hapte një plag më të thellë se sa ajo që ishte tashmë e pranishme. Ai bëri të ditur se ai nuk e kishte lënduar drejt për drejt, por kishte qenë arsyeja pse ajo ishte futur në një situatë që e kishte detyruar të ikte nga vendi, të linte gjithçka pas dhe të shfaqej në Greqi pa kthim. Nga mënyra se si e shpjegoi, duke se nuk ishte fjala për borxhe, dhuna apo ndërhyrje të jashtme, por më shumë për një lloj fajësie të heshtur, një përgjegjësi morale që e kishte shoqëruar për vite të tëra. Ai pranoi se kishte tentuar disa herë ta gjente gjatë viteve të para të emigracionit të saj, por asnjëherë nuk kishte guxuar t'i afrohej. Vetëm kishte parë nga larg, duke u siguruar se ishte mirë, pa bërë të ditur praninë e tij. Kjo kërkim i tij i gjatë, i heshtur, duke i pabesueshëm, por mënyra si fliste e bënte të vështirë të besohej se po gënjente. Ai nuk kërkonte justifikim dhe as falje. Vetëm tregonte, pa shtuar dram, pa kërkuar mëshirë. Tregonte si njeri që kishte mbajtur një bar për shumë vite, derisa ajo bar kishte ardhur ta kërkonte vetë në formën e një funerali. Në atë çast, ai preku zarfin që mbante në dorë. Zëri u drodh sërish. Tha se ky zarf ishte i fundit që halla kishte shkruar për të. Nuk e dinte çfarë kishte brenda, nuk e kishte hapur, sepse kishte vendosur që çfarëdo që ajo kishte dashur të thoshte, duhet të ndajë me familjen e saj. Ai e kishte sjell aty për ta dorëzuar, pasi mendonte se ata meritonin të dinin të vërtetën, ose të paktën versionin e saj. Nuk ishte një letër e zakonshme. Zarf nga ato të vjetrit të trash, pa pull, pa adres. Mbanin aromë letre të mykur, sikur koha e kishte prekur disa herë. Të gjithë ndjenë se çfarëdo që ishte brenda, do të sillte një valë të realizimesh. Ai ja la zarfin Ardianit dhe u ngrit ngadalë nga karrigja. Tregoi se do të largohej menjëherë pas, se nuk donte të ishte barë për askënd. Kishte ardhur vetëm për ta çuar një amanet, edhe pse nuk e tha qartë, dukej se pas atij çasti ai nuk kishte ndonjë arsye të shfaqej më në jetën e tyre.
burri u nis drejt derës pa u kthyer mbrapa. Hapat e tij të ngadalt, por të vendosur u dëgjuan në korridor derisa dera u mbyll pas tij me një tingull të zhurmshëm, si një kapitull i mbyllur me forcë. Familja mbeti e ngrirë në vend. Sytë e të gjithëve shkuan drejt zarfit. Pavarësisht humbjes së tyre, pavarësisht dhimbjes së varrimit, tani kishte diçka tjetër në mes tyre, një e shkuar që i përkiste Lirianës dhe që ata nuk e kishin ditur kurrë. Një e kaluar që tani kërkonte të hapej. Ardiani mori zarfin, por nuk e hapi menjëherë. Ai e ndjeu peshën e tij sikur brenda të kishte një gur. Në fytyrën e tij shfaqi frika e një njeriu që e di se e vërteta mund të trondit themelet e asaj që ka ditur gjatë gjithë jetës. Për disa minuta të gjata, askush nuk foli. Heshtja u bë dendur gati e prekshme. Vetëm ora në mor lëshonte tik-takun e saj ritmik, si një kujtim se koha nuk priste askënd. Në mbrëmjen që po afrohej, do të hapi letra. Ajo që kishte shkruar halla e tyre, para se të ndëronte jetë. Dhe ajo letër nuk do t'i linte më të njëjtë, ndërsa nata zbriste ngadalë mbi lagjen e qetë të peristerit, shtëpia e familjes Dervishi dukej si një ishull i mbërthyer në një mjegull të padukshme. Dritat e brendshme krijonin hije të lëvizshme në përmure, sikur shpirtrat e së kaluarës po e ndeshin aty rrotull, duke pritur me durim çastin kur e vërteta do të zinte frym. Të gjithë kishin mbetur ende rreth tavolinës së gjatë, ku zarfi vjetër qëndronte si një dëshmi e heshtër e një jete të fshehtë. Ardiani e mbante në dorë pa lëvizur, sikur duart e tij të ishin bërë pjesë e tij. E shtrëngonte me kujdes, por edhe me një lloj druajtjeje, duke e ndjer peshën simbolike të asaj çka priste brenda. Shenjat e lodhjes në fytyrat e të tjerëve dukeshin qartë. Dhimbja e humbjes nuk ishte shuar, por përkohësisht ishte spostuar nga një ndjenjë tjetër, ajo e pasigurisë. Nëna e tyre, Shqiponja, kishte qëndruar në heshtje të plotë që nga largimi i burrit të panjohur. Ajo nuk kishte nevojë të fliste. Sytë e saj të lagur që përhumbeshin herë të zjarri jo gjakut e herë të zarf, tregonin një lloj frike më të thellë se ajo e fëmijëve. Në fund të fundit, ajo e kishte njohur Lirianën më shumë se kushdo. Nëse ajo kishte mbajtur një sekret gjithë këto vite, vetëm ajo mund të ndjente peshën e asaj tradhje të heshtur. Kur më në fund Ardiani vendosi të vepronte, ai e vendosi zarfin mbi tavolinë, duke tërhequr një frym të gjatë të rëndë. Letra kishte një ngjyrë të zverdhur, buzët e saj të konsumura nga koha dhe një vulë të thjeshtë me dy ngjitse që dukeshin sikur do të çajej vetëm nga prekja. Ai e hapi ngadalë, me kujdes, sikur brenda të kishte një artefakt të brisht që mund të shembej me një lëvizje të gabuar. Nga brenda ra një fletë vetme, e palosur disa herë. Shkrimi i saj ishte i njohur, ai shkrimi i vogël e i rregullt i hallës së tyre, që gjithmonë i jepte rëndësi detajeve. Letra kishte aromën e një kutije të vjetër kujtimesh, një aromë që të përziente mallin me brengën. Ndonse ishte Ardiani ai që duhet ta lexonte, askush tjetër nuk lëvizi. Askush nuk e kërkoi fletën. Ishte një çast që i përkiste vetëm atij, si nipi i saj më i madh, si njeriu që ajo e kishte përqafuar gjithmonë si të ishte fëmia i saj. Ai e hapi fletën dhe filloi ta lexonte në mendje në fillim, por më pas e kuptoi se duhej ta jepte zë, qofte edhe me ton të ulët, sepse kjo nuk ishte vetëm e vërteta e tij. Ishte e vërteta e të gjithëve. Letra fillonte me një qetësi të çuditshme. Ajo nuk e nisi me justifikime, nuk e mbushi me fjalë emocionale. Ajo shkruante thjesht, si njeri që e di se koha po i mbaron dhe duhet të thotë vetëm atë që është e domosdoshme. Ajo tregonte se jeta e saj në Shqipëri kishte qenë e mbushur me mundime që asnjë prej tyre nuk i kishte ditur. Jo për shkak se ajo nuk donte t'i shkëmbente, por sepse kishte pasur frikë se e vërteta e saj do të sillte pasoja. Ajo fliste për një mbrëmje të ftohtë dhjetori, një ngjarje që kishte ndryshuar trajektoren e jetës së saj, diçka që nuk ishte e lidhur thjesht me gabim apo rastësi, por me njerëz të rrezikshëm që i kishin marrë pashë në atë periudhë. Ajo përmendi se burri që erdhi në funeral nuk ishte vetëm njohje e vjetër, por njeriu që kishte qenë në qendër të asaj nate, njeriu që kishte qenë shkaku i zhvendosjes së saj, por edhe njeriu që e kishte mbrojtur në mënyrat e tij të heshtura që askush nuk i kishte imagjinuar. Nuk fliste për dashuri, as për armiqësi. Ishte një lidhje e çuditshme, e trazuar, një lloj borxhi shpirtëror që i kishte lidhur për vite pa qenë asnjëherë pranë. Ajo tregonte se kishte jetuar në Greqi me frikën se një ditë e shkuara do ta gjente. Dhe në një farë mënyre, ajo e kishte ndjekur deri në fund. Ajo pranoi se nuk ishte larguar vetëm për të kërkuar një jetë më të mirë. Ishte larguar për të shpëtuar, për të mos i vënë në rrezik të tjerët, dhe mbase për të harruar veten. Megjithatë, ajo letër nuk fliste vetëm për të kaluarën. Në pjesën e fundit, Liriana shkruante për një emër që askush në dhomë nuk e kishte dëgjuar më parë. Një emër që vinte si një hije e beftë. Ishte emri i një personi që ajo e quante arsyeja pse nuk mund të kthehesha më. Ajo nuk jepte detaje të qarta, por thoshte se ky person kishte diçka që lidhej me të ardhmen e tyre.
një gjë që sipas saj do të duhet të dilte në dritë vetëm kur unë të mos jem më. Dhe aty letra përfundonte. Ajo nuk shpjegonte plotësisht, nuk mbyllte plag. Vetëm i hapte ato që familja as nuk e dinte se ekzistonin. Ishte e qartë se ajo kishte lënë enigma, jo për t'i lënduar, por sepse shkruara e saj ishte aq ndërlikuar, sa edhe duke shkruar në shtratin e vdekjes, ajo nuk kishte guxuar ta vendoste të vërtetën të zhveshur në letër. Dhomën e pushtoi një heshtje e thellë. Tani, secili prej tyre kishte marrë një copë të historisë së saj, por ajo që mungonte ishte më e madhe se ajo që ishte thënë. Dhe e vërteta e paplot kishte filluar të rëndonte më shumë se misteri që kishin pasur më parë. Në atë natë të gjatë, familja kuptoi se humbja e Lirianës ishte vetëm fillimi. Sepse ajo që kishte lënë pas, po ngrihej si një hije e re mbi ta, nata kishte rënë plotësisht, dhe shtëpia që vetëm disa orë më parë ishte mbushur me zëra, tani dukej e ngurtë, sikur koha ishte ndalur brenda saj. Pas leximit të letrës, secili prej tyre ishte shpërndar nëpër dhomë me mendimet e veta, të humbur në atë boshllëk që lëpas e vërteta kur vjen shumë vonë dhe në copa të copëzuara. Asnjëri nuk e thinte heshtjen, sepse çdo kush po përpiqej të krijonte kuptim nga ato pak fjalë që kishin mbetur në letër, sikur të përpiqeshin të rindërtonin një jetë të tërë nga një fragment i fundit. Ardiani e palosi letrën me kujdes dhe e vendosi sërish brenda zarfit. Nuk kishte më çfarë të lexohej, e megjithatë dukej sikur letra vazhdonte të fliste, duke hapur më shumë pikë pyetje se sa përgjigje. Emri i përmendur në fund, duke si një derë gjysmë hapur drejt një e kaluare që askush nuk e kishte ditur, një e kaluar që nuk do të kishte më kush ta shpjegonte. Megjithatë, për herë të parë që nga nisja e fatkeqësisë, nuk ndjenin frikë. Dhimbja ishte e rëndë, por e qartë. Misteri, megjithse i zymt, nuk kishte më peshën e tmerrit që mbartin gjërat që nuk thuhen kurrë. Ajo çfarë mbetej tani ishte pranimi, një nga ato pranime të heshtura të jetës, kur kupton se jo çdo histori ka përfundim të saktë, jo çdo e vërtet dele plot dhe jo çdo plag mbyllet. Shqiponja, e lodhur nga godina e ditës, u ngrit e para. Në sytë e saj kishte një dhimbje të thellë, por edhe një butësi që si ja kishin parë prej kohësh. Ajo e kishte humbur motrën, dhe bashkë me të kishte humbur shumë përgjigje që ndoshta i meritonte, por në atë çast të vonë të natës, ajo dukej të kishte vendosur të mos ndiqte me hijet e së shkuarës. E dinte se jeta pavarësisht plagëve kërkonte vazhdim. Një nga një, të gjithë u quan nga vendet e tyre. Oxhaku vazhdonte të digjej ngadalë, me një flak të qetë, sikur edhe ai ti kishte dëgjuar fjalët e shkruara dhe të ishte lodhur në të njëjtën mas me ta. Jashtë, rruga ishte e qetë dhe e zbrazët, ndoshta as më shumë as më pak se zakonisht, por për ta dukej sikur bota ishte zhvendosur pak centimetra nga vendi i saj. Zarfi mbeti mbi tavolinë. Askush nuk e mori me vete. Ndoshta nga që nuk kishte më çfarë të kërkonin prej tij. Ose ndoshta sepse kuptuan se disa gjëra duhen lënë aty ku bien, pa u hapur më tej, pa u zhbiruar deri në fund. Liriana kishte thënë atë çka kishte guxim të thoshte. Pjesa tjetër nuk i përkiste askujt më asaj, as atyre, as burrit të panjohur që iku i heshtur drejt errësirës së Afinës. Në ditët që pasuan, jeta vazhdoi me ritmin e saj të pashmangshëm. Funerali mbaroi, njerëzit u kthyen në përditshmërinë e tyre, dhe misteri që Liriana la pas u shndërrua në një kujtim që qarkullonte mes tyre her pas here, si një hije që nuk të tremb më, por të shtyn të mendosh. Emri në fund të letrës nuk u përmend më. Shqetësimi fillestar u tret në rrjedhën e përditshme të jetës, si një gur i vogël që bie në një lum që vazhdon të ecë pa u ndalur. Por një gjë ndryshoi përfundimisht, mënyra se si e shihnin Lirianën. Ajo nuk ishte më thjesht halla e mirë, e qetë, e përkushtuar. Tani ishte një grua që kishte jetuar një jetë të trefisht, atë që u kishte treguar, atë që kishte mbajtur brenda vetes dhe atë që nuk kishte mundur ta thoshte asnjëherë. Dhe në një mënyrë të çuditshme, kjo i bëri ta donin edhe më shumë, sepse kuptuan se edhe njerëzit më të afërt mund të mbartin histori të heshtura që nuk i tregojnë askujt. Në fund, kur të gjithë u shpërndan dhe shtëpia mbeti e qetë, Ardiani u kthye edhe një herë tek tavolina. Ai mori zarfin me dy duar dhe e vendosi brenda një kutie të vogël druri, atë që kishte ruajtur gjithmonë për kujtimet më të rëndësishme. Nuk e bëri për të kërkuar më shumë, por për ta ruajtur si pjesë të historisë së tyre, një histori që nuk kishte mbaruar ashtu siç prisnin, por që kishte mbaruar ashtu siç ndodhin shumë gjëra në jetë, përgjysmë me mister, me dhimbje, por edhe me një lloj qetësie të pashpjegueshme. Ai e mbylli kapakun e kutisë, fiksoi përsëri klapat dhe mori frym thellë, si njëri që pranon se çdo fund, sado i rënd, është gjithsesi fund. Dhe ndërsa drita e fundit u shua në korridor, historia e Lirianës u mbyll aty jo plotësisht e thënë, jo plotësisht e kuptuar, por e mbyllur. Ashtu si shumë jetë që mbarojnë me më shumë heshtje se sa fjalë.